everyone, my name is Libanu Maria Bianca. I came from Romania, and here we are at the backstage for Albanian Fashion Week. I'm for the team of Beatrice Fashion Community, and in Romanian I won some title, for example Miss Humanity, Top Model Elegance. Hello everyone, my name is Kira. It's my first time in Albania. I'm so excited to be here. The weather is very nice. I'm a beauty queen internationally and nationally in my country, and hope to see you tonight. Përshëndetje, quhem Zara Xheloshi, jam modele dhe sot jemi në Albanian Fashion Week. Kemi 2 ditë sfilat edhe do jetë shumë bukur. Kam vite që merrem me modeling në Shqipëri, po gjithashtu në Francë, në Paris, ku kam lindur. Edhe shpresoj që do ju pëlqejnë shumë kjo sfilat sonte. Hi, unë jam Angela, jam 23 vjeç, siç e shikoni, ndodhemi këtu në backstage-et e Albania Fashion Week. Nuk e di, janë disa emocione të papërshkrueshme. Dua t'ju them vetëm se veshjet janë të përkryera, janë shumë të bukura. Një ndër to është e imja, e cila është thjesht një rjetë e zezë, është super. Guys, thjesht imagjinoni që unë do festoj ditëlindjen time këtu. Përshëndetje, jam Konstantina Takula, kam anë nga Greqia, jam shqiptare, jam 27 vjeç, edhe po bëj modeling nga 15 vjeç. Jam shumë e lumtur si jam këtu në Albanian Fashion Week, edhe keni shumë të shikoni. So I would like to say to always believe in yourself, always follow your dreams, because when I was like 15 years old, they told me that I will never do modeling. And I do modeling like 12 years for now, and have been to Paris, Milan, Budapest, Greece, and now in Albania too. So kisses. Hi everyone, I'm Alexandra. I'm born in Italy, but my parents are Romanian. It's the second time for me here at Albanian Fashion Week, and I do love it here. It's really nice to come back. Bye! Hello, unë jam Gisa, vi nga Dibra dhe kjo është eksperienca ime e parë tek Albania Fashion Week. Edhe këtu jemi në backstage, momentalisht po bëj flokët, pastaj do bëj make-upin. Një gjë që më ka bërë shumë përshtypje këtë vit është se veshjet janë super cute, janë shumë të bukura, stilistët janë super të sjellshëm edhe stafi në backstage gjithashtu. S'kam fare emocione, po kur dal aty në sken do shihet pastaj çdo gjë. Hello, jam Giseli. Është eksperienca jame e dytë tek Albanian Fashion Week. Jena këtu në backstage të provu me bë flokë. Alessio Marrari, socio fondatore AIF, Albanian International Fashion Federation, e anche responsabile della comunicazione di Albania Fashion Week, in questo caso qui a Tirana, ma anche delle Fashion Week che facciamo in Italia, GX Fashion Week Milano e Parigi. E in questo momento mi avete beccato in un attimo un po' caotico, anche perché siamo in pieno backstage. Oggi pomeriggio le prime sfilate, quelle del 10 di aprile 2026, mentre domani ci saranno le altre, e poi il Fashion Forum il giorno 12. In questo momento abbiamo la parte conclusiva di alcuni fitting, alcune modelle già stanno provando in passerella, siamo in attesa, così ci hanno detto, dei mass media nazionali che arriveranno qui per i telegiornali. Siamo nella piena corsa totale in merito a quello che normalmente avviene in ogni Fashion Week. Quindi signori, niente panico, ma da questo momento panico. No, sto scherzando. Grazie per la vostra partecipazione del vostro importante giornale online di Tirana. E io sono veramente contento di vedere con i miei occhi quella che è la grande novità per tutta l'Albania, ma in particolar modo anche per la capitale di questo stato meraviglioso che è Tirana, che è Albania Fashion Week, la prima rassegna di moda ufficiale del paese, che sicuramente avrà vita lunga nel tempo, negli anni, dove ci sarà il coinvolgimento totale dei designer più affermati, ma anche sicuramente di coloro i quali
hanno bisogno di un trampolino di lancio e Albania Fashion Week è anche qui per i giovani stilisti. Unë jam Endi, modeli në këtë sfilat dhe tani jemi në backstage-in e Albania Fashion Week. Si që shikoni është super rëmuj, por gjithmonë do e mbajmë atmosferën shumë pozitive me muzikën që është për provat. Janë 14 stilist, unë jam përzgjedhur në 6 stilist deri tani. E emocionuar se për mua është herë parë që marr pjesë Albania Fashion Week edhe gjithmonë me shumë pozitivitet dhe cilësi që të nxjerrim veten tonë më së miri. Përshëndetje miq të fel, ku ndodhem këtu me Betinën, e cila do na tregoj pak mbi koleksionin që do të prezantoj sonte në Albania Fashion Week. Betina, përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit shumë që më keni po pjesë e kësaj interviste. Mirë, pak me stres. Është normalisht një obligim shumë i madh, edhe është pak stresuese. Na trego pak për koleksionin që do të prezantosh. Koleksioni është Couture, është Spring Summer 2027, do të thonë janë trendet, me i thonë kemi me vendosur na trendet si çka ka me umbojt në 2027-ën. Është i përfshim, është një koleksion që është i punuar me pundore, ka shumë punime dorë, ka gur kristale që japin shkëlqim shumë, ka lule të punuara, ka fije rese që janë trend që kanë me umbojt 2027-ën. Masane janë disa ngjyra që janë shumë të guximshme. Dhe i gjithë koleksioni është do me thonë një art në vete, sepse si cili klient e ka detaje që nështë ai tjetri nuk i ka. Çfarë ngjyrash ke përdorur, çfarë copash, sa më shumë detaje? Do me thonë koleksioni është i përfshim prej materialeve sikur velvet, sikur kadife, ka materiale organza, tëll, ka materiale dantel, ka materiale ndryshme që ne i kemi gërshetu edhe i kemi kombinuar me detaje punime dorësh. Është hera e parë që do të prezantosh koleksionin tënd në Albania Fashion Week? Këtu në Shqipëri po është hera e parë që po e prezantoj. Cilat kanë qenë sfilatet e tjera ku ti ke prezantuar? Kemi marrë pjesë edhe në Shkop, në Shkop Fashion Week kemi marrë pjesë bashkë. Kemi pas edhe ekspozita të ndryshme, po koleksione kemi bërë gjatë gjithë kohës, ndoshta prezantime më prestigjioz dhe i thash besoj që ka me kon kë. Edhe është faktikisht koleksioni i parë që është u punu Couture line. Është linja e parë e fustanave elegant, sepse më shumë unë jam fokusuar në veshje ready to wear. Do të thonë brendi im njihet më shumë për veshje ready to wear, dhe është koleksioni i parë që ka veshje më elegante, më veshje më për mbrëmje, për çka po di, red carpets, ballo, eventet më të mëdha. Betina, si e sheh modën? Për ty më shumë është shprehje e kreativitetit, modën në ditët e sotme, apo më shumë produkt? Unë personalisht modën e shoh sikur shprehje të kreativitetit, sa më shumë që të eksperimentosh, ta shprehësh veten, e shpreh edhe karakterin, stilin tënd. Po, në disa raste është edhe produkt. Kemi në koleksionin tënd elemente ose pjesë që ndërthurin edhe traditën? Jo, nuk kisha thonë që ka. E ke menduar? Po, e kam menduar, se është diçka ndoshta që na përfaqëson, edhe ndoshta në të ardhmen pse jo me dediku një koleksion. Some words for your experience in Albania Fashion Week? Câteva cuvinte pentru experiența dumneavoastră în Albania Fashion Week. A doua experiență. Prima experiență a fost în octombrie și acum este a doua experiență. Pentru mine Albania Fashion Week a devenit o casă, mai exact, iar îmi face o mare plăcere că sunt aici alături de întregul staff de la Albania Fashion Week și mă bucur că am acceptat invitația lui Gențiana pentru a participa la acest eveniment. So it's my second experience here in Albania Fashion Week as a coordinator of makeup, and it already became a home here. I'm really happy to be here and happy that I accepted the Gentiana's invitation to be here. Përshëndetje, jam Rubiana Hyseni, make-up artiste prej 27 vitesh, do më thënë jo vetëm make-up, i kam për të gjitha çfarë i përket fushës bukurisë, make-up, flok, stilime, nuse, të gjitha. Edhe më së fundit u bëm prej 6-7 vitesh që merrem edhe me modele të ndryshme brenda dhe jashtë vendit. Çfarëdo modeli që shikoj, atëherë menjëherë arrit të imagjinoj mënyrën se si do i përshtas make-upin për të zbërthyer tiparen në mënyrë më të bukur, për ta nxjerrë në pa tiparen e saj që edhe ajo të ndihet bukur dhe unë të kënaqem me punën time dhe prezencën që merr goca pas make-upit dhe stilimit.
Hello, I'm Florence, I'm 19 years old and I'm from Italy. Sono un sacco emozionata per questa edizione di Albanian Fashion Week e non vedo l'ora di sfilare perché ci sono tantissimi stilisti di grandissimo livello e spero che andrà tutto bene. Floriana, përshëndetje, dukesh një yll. Përshëndetje, shumë faleminderit. Si ndihesh sot në pasarel? I përshëndes të gjithë shikuesit e Thelb Njerë dhe ju përgëzoj për një fillim të parë dhe si mund të ishte më mirë se sa me Albania Fashion Week. Mendoj që do të jetë një event jashtëzakonshëm sepse përtej modës përçon vlerat e Shqipërisë në përballë. Ju uroj suksese të gjithë artistëve shqiptarë që do marrin pjesë. Është një promovim shumë i mirë i Shqipërisë, i traditës. Më mungon sigurisht edhe skenat e modës më kishin munguar edhe unë kam devijuar në fusha të tjera për gjatë kësaj kohe, megjithatë moda vetë diçka që e kam në zemër, që kur kam qenë vetë modele, kur kam puluar evente mode dhe tani pse jo të jem e ftuar këtu. Shumë sukses. Mirë mbrëma, dukeni shumë bukur, mirë se erdhët. Çfarë prisni sot nga Albania Fashion Week? Po sigurisht që presim veshje shumë bukura, trende të reja edhe çfarë është e fundit të vi në Tiranë në fillim. Unë ndihem shumë mirë, presim mod, presim stil, presim elegancë. Mirë mbrëma Soni, mirë se erdhët. Cilat janë përshpëritë tua për Albania Fashion Week sonte? Shiko, e para punës jam shumë i kënaqur që organizojnë evente të tilla që kanë të bëjnë me modën sepse moda po zhvillohet ditë në Shqipëri. Dikur visheshin vetëm gocat që po vishen shumë dhe meshkujt. Kështu që përshpëritë janë të kënaqemi dhe shohim diçka të re, pse jo. Perfekt, unë uroj ta shijosh. Faleminderit. Mirë mbrëma Nikol, mirë se erdhe, duke shumë e bukur live, je vërtet shumë e bukur. Mirë se erdhe në Albania Fashion Week, cilat janë pritshmëritë tua për sonte? Ta shijoj sa më shumë çdo moment të sfilatës edhe të njihem sa më shumë njerëz të bukur këtu. Mirë se erdhe, faleminderit shumë që je këtu. Çfarë pritshmërish ke sot për Albania Fashion Week? Kam ardhur me blok shënimesh, kështu që do të them fund fare, i kapët pritshmëritë apo jo. Po gjithsesi jam shumë e lumtur që po bëhet ky eventi, edhe presim vetëm gjëra shumë të bukura. Ne do presim të lexojmë kritikat e tua. Jo, unë s'bëj kritika, jam shumë po shpresojmë që të kemi sa më shumë krijime të bukura edhe mundësisht të jenë based në Albanian culture. Si të duk sfilata? Më pëlqeu aq shumë, më emocionua aq shumë, pash një mrekullisot. Kisha shumë nevojë për të relaksuar në nivel lart, shumë lart. Si të duk sfilata? Fantastike, ishte ideali Fabio dhe vajza Luisa, Lal. Po thash Lal, unë dire që është fascinimi 100. Kaloj pritshmëritë tua? Për te ishin të rinj, o sot jam kaq e kënaqur që të rinjt tanë janë këta që janë që i pam dhe kanë këto mundësi si Albania Fashion Week që të tregojnë vlerat e tyre. Jam shumë e lumtur, jam shumë krenare për të rinjt tanë, jam shumë krenare për Shqipërinë time që kemi dhe ne stilistë të tillë, fantastike, jam super e fascinuar. Si ndihesh? Mirë, gëzojmë që u kry me sukses edhe ishte një koleksion që besoj që e tregoj atë që unë desha ta tregoj. Shkoj ashtu siç prisi ti? Edhe më mirë se që prisja, sepse gjithë java ishte stresuese, ne nuk mund ta shijojmë aq shumë sepse i tërë procesi është stresues dhe në fund kur e merr rezultatin final, besoj që ishte më mirë se që e prisja. Ishte fantastike, të uroj shumë suksese. Come è andata la sfilata? Beh, devo dire che per la prima volta la Fashion Week ufficiale d'Albania abbiamo avuto il Downtown One veramente strapieno, abbiamo avuto anche delle autorità importanti, sono venuti dei ministri, delle istituzioni, insomma, VIP,
Bayer, abbiamo avuto anche tantissimi influencer, ci sono tante categorie che non ricordo ma sono veramente... Vuol dire che è andata meglio della prima edizione? Ma diciamo che la prima edizione è stata un'inaugurazione internazionale dove abbiamo coinvolto dei designer albanesi ma anche dei designer italiani o comunque provenienti dagli altri stati. Oggi c'erano degli italiani ma prevalentemente abbiamo dato spazio a designer albanesi e modelle e modelli albanesi perché l'Albania deve sbarcare in tutto il mondo e lo farà attraverso noi e vi garantiamo che noi porteremo anche tutto il mondo qui in Albania perché l'Albania è meravigliosa e Tirana è fantastica. Quindi un saluto a tutti gli amici Shqiptar. Grazie, faleminderit. Shumë faleminderit. È stato perfetto? Sì. Come ti senti? Super emozionato, è andata molto bene, c'era tantissima gente. Come ti dicevo per me è la prima volta qui all'Albania Fashion Week e sì, sono molto felice, è andata benissimo, non potevo aspettarmi di meglio. Sì, era davvero una collezione bellissima, è stato troppo emozionante anche per noi, ma te lo aspettavi tutto questo successo, tutto questo amore? No, in realtà no, nel senso che non sapevo bene cosa aspettarmi, però devo dire che sono molto felice e molto emozionato, anche perché ho portato la mia ultima collezione con alcuni pezzi iconici invece delle mie passate collezioni. E nulla, devo dire che sono veramente molto felice del risultato. Grazie mille, ti aspettiamo ancora? Grazie a voi. Sa herë se të duk sfilata? Më duk shumë e bukur, pas disa modele shumë interesante, disa ide që ndoshta i aplikoj unë në jetën time të përditshme po ashtu, sepse më pëlqen shumë të alternoj rrobat. Shumë bukur, shumë bukur. Faleminderit shumë, edhe ti dukesh shumë e bukur. So, the show was great. It was really different from designer to designer. The models are really beautiful and I love the collections because they are different too. Which was your favorite? The first collection. I don't know the name, sorry, but it was the British. Yes. Will you be here tomorrow? Yes, I'm here, of course. I'm from Germany, Berlin, and I don't come for one day. What do you think about the show, the designers? Very nice. I love Fashion Week everywhere. I am Beatrice Liand, I am journalist, scenograph, designers, and management models. I love Tirana, I love Fashion Week, I love GX Fashion Week, I love Tirana Fashion Week. I really love your outfit. Oh, thank you. It's my creation. Jacket and hat, accessories. It's perfect. Thank you very much. How do you feel? I'm feeling amazing. It was a great experience. I never been in Albania before, and this show it was great. And see you tomorrow. Dy fjalë për sfilatën, si u ndjeve? Jam shumë emocionuar për momentin. Dhe jam shumë, domethënë ishte shumë emocionuese çdo gjë. Ishte hera e parë që ti merre pjesë në Albania Fashion Week? Isha dhe herën e kaluar, isha dhe kam qenë edhe Milano Fashion Week gjithashtu. Ishte hera e tretë, po emocionat janë po të njëjta që në çdo herë, kështu që nuk do. E prisje këtë sukses dhe këtë dashuri kaq të madhe? Për aq kohë sa çdo gjë e bëj me pasion, besoj se po. Mund ta thosh dy fjalë mbi koleksionin, frymëzimi jot, cili ka qenë? Koleksioni quhet Elysium, edhe koleksionin unë kam me tekstil të bërë vetë, e bëj vetë tekstilin, edhe domethënë ato palat, rrudha, çdo gjë janë krijuara me dorë nga unë dhe ndoshta edhe jo ndoshta po 80% është e qepur edhe me dorë. Edhe për sa i përket temës koleksionit, Elysium nuk kupton një parajsë të paarritshme dhe është më shumë çështje ndjenjash, domethënë kur neve dëshirojmë shumë diçka, por është që është shumë e bukur, por që ndoshta edhe nuk e arrim dot, po prapë vetet e bukur dhe e dëshirojmë pafund. Edhe ishte thjesht disa ndjenja, domethënë që neve na përcjellin ato momente që neve përpiqemi të pasqyrojmë edhe në veshjet.
Faleminderit shumë. Të uroj shumë suksese. Është vërtet shumë interesant. Edhe shumë i veçantë. Faleminderit. Na e përshkruash pak? Mund të them që kuptohet cila është thelbi, është zemra që çdo njeri ka brenda vetes vetes, që ka dëshirë që të shpreh ose të ndjejë më saktë. Unë mendoj që është organi më i brisht, po edhe më i fortë në të njëjtën kohë. Dhe prandaj edhe koleksioni ka emrin Cor Vivo, që është zemra e gjallë. Ti si ndihesh pas sfilatës? Shumë mirë. Normalisht edhe pak në angë, në stres, se mendon gjithmonë që duhet të dali sa më mirë, po që në tërësi është ndër eksperienca që ti duhet ta kesh me se s'bën në jetën tënde si stilist. Është hera e parë për ty që merre pjesë në Albania Fashion Week? Jo, kjo është hera e dytë që marr pjesë dhe nuk kam dalë asnjëherë pa kënaqur. Fantastike, unë të uroj shumë suksese. Faleminderit.